Përshëndetje miq, jemi në shkollën Don Bosco, e cila e ka mirëpritur leximtarët sot. Kemi shumë surpriza, kemi libra, kemi bërë disa oferta. Kemi bërë për herë të parë sfidën verore të leximit, është një sfidë që ju japim të gjithë vogëlve, nxënësve deri në gjimnaz, për ata që gjatë pushimeve të verës të duan të anticipojnë leximin. Ata që duan të kuptojnë më shumë se çfarë është kjo sfidë leximi, shtojnë të vinë këtu në shkollën Don Bosco. Po ashtu kemi edhe një libërndarëse ku rriten me libra të gjithë fëmijët sigurisht, por kanë dhe një sfidë tjetër leximi. Kemi kam Susi Regjinën, e cila ka qenë ideatore, bashkëideatore për të realizuar ushqimin magjik në libra në Don Bosco. Susi Regjina ka ndërtuar këto për leximtarët. Don Bosco gjithmonë e ka pritur dhe e ka dashur leximin. Nëse lexoni historinë e Don Boscos, ai i kursente lekët që familja vetë i jepte ose lekët që fitonte me punën e tij, pikërisht për të dëgjuar libra. Dhe shkolla Don Bosco ka qenë gjithmonë promovuese e librave. Prandaj jemi të mirëpritur, nxënësit tanë e duan shumë librin, kanë lexuar shumë nga këto pikë që kemi, por kanë edhe shumë libra të tjerë pa lexuar, prandaj jemi shumë të kënaqur që jemi.